Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndrimin të nësi të akujmë vetëm Allah subhana, atë e los dhe ati përgjërohem që të lavdroj dhe të begoj të dërguarin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të pëzgjedhur. Të ndorë vëllezër dhe motra. Çdo adhurim në gamën dhe mozaikun e madh të adhurimeve në Islam, gjithse cili adhurim në vetvete ngërthen një domethënie që e specifikon atë kundrejt adhurimeve të tjera. Donse shumë domethënie, shumë koncepte, shumë aspekte të adhurimeve janë në një qendër të përbashkët. Çdo adhurim me tjetrin ka një pikë të përbashkët dhe një vlerë të përbashkët e cila përcakton njëjtësinë e tyre. Mirë, ekziston edhe një pjesë e dallimit dhe e veçantisë që specifikon adhurimet kundrejt njëri tjetrit. Dhe në vazhdën e përpjekjes për të njohur adhurimin, është edhe kjo përpjekje për të njohur aspektet e veçanta të adhurimeve. Dhe në kuadër të kësaj njohje, pastaj të reflektojmë se si t'i qasemi adhurimit të Allahu subhanahu wa ta'ala. Për shembull, ne në këtë ditë jemi në ditët e Ramazanit dhe realisht duhet të gjërmojmë sa më shumë për të kuptuar agjerimin sa më në thelb. Për të kuptuar agjerimin pikërisht në domethëniet e veta thelbësore që ka të bëjë me sakrificën dhe dëshmimin e dashurisë për Allahun subhanahu wa ta'ala. E njëjta është edhe tek çështja e namazit. Saktësisht, namazi që vetë jemi duke folur që disa ligjërata në këtë varg ligjëratash që kanë bëjnë me shëmbulltyrat e përkushtimit, ka disa domethënie të veçanta të cilat sforcohen tek namazi më shumë se sa tek cili do adhurim. Dhe madje edhe tek llojet e namazit, në konsideratën e të qenit disa namaze më të thirrura për ta sforcuar një domethënie, edhe përmbrenda namazit në disa lloje sforcohen disa domethënie të cilat janë më të theksuara kundrejt disa llojeve të tjera. Prandaj sot kam dëshirë që të analizoj dy domethënie me rëndësi përkithasi me këtë çështje, përpara se të hyjmë në trajtesën dhe shtjellimin e adhurimit që kemi përzgjedhur për ta trajtuar sonte vetëm si prezantim të adhurimit e pastaj për të kaluar në ligjëratat e mëtejshme në netet në radhë, pikërisht tek shpërfaqja dhe prezantimi i shëmbulltyrave të përkushtimit. Domethënia e parë është domethënia që e kemi përmendur më herët, që është një ajet kuranor ku Allahu subhanahu wa taala na tregon takimin edhe bisedën, rastin kur Musa alayhis salam ka biseduar me Zotin fuqiplot dhe Allahu subhanahu wa taala i ka folur atij. Dhe në këtë rast Allahu subhanahu wa taala na përmend një detaj shumë rëndësishëm. I thotë Allahu subhanahu wa taala Musa alayhis salam, me të vërtetë unë jam Allahu, s'ka të adhuruar të vërtetë tjetër përveç meje. Andaj thotë Allahu subhanahu wa taala, andaj vetëm mua më adhuro dhe krye namazin për të më kujtuar. Krye namazin për të më kujtuar. Na jep ky rast dhe ky hadith, përkundjes ky ajet, na jep një domethënie që është bazike, që esenca dhe thelbi i namazit ka të bëjë për të mbajtur të zgjuar vëmendjen dhe kujtesën tek Zoti. Saktësisht, pesë kohët e namazit dhe përkushtimi nëpërmjet namazeve vullnetare dhe përgjithësi përkushtimi nëpërmjet namazit ka të bëjë për të mbajtur të gjallë, të shëndosh dhe vitale vëmendjen tonë, lidhjen tonë dhe raportin tonë me Allahun subhanahu wa taala. Ndaj, kjo është domethënia e parë që duhet na shoqëroj tek namazi, që ne duke u falur, duke kryer namazin realisht po e mbajmë të gjallë lidhjen tonë me Allahun subhanahu wa taala. Nuk po e harrojmë Allahun e Madhërisht. Mirëpo po e kujtojmë atë siç e meriton ai me denjësinë e tij dhe absolutësinë e tij. Domethënia e dytë është si motër e kësaj domethënie, mirëpo duhet veçuar. Duhet veçuar për arsye të nevojës për shpjegim. Saktësisht namazi ka përveç do thotë intencën e mbajtjes së gjallë të kujtesës dhe zgjimit dhe vëmendjes tek Allahu subhanahu wa taala, e ka edhe si përpjekje dëbimin e shkujdesjes, dëbimin e shpërfilljes, dëbimin e përgjumjes, do thotë dëbimin e asaj që ne quajmë ghafle ose gaflet në shqipërim. Saktësisht gafleti është gjendje e përgjumjes. Gafleti nuk është domosdoshmërisht gjendje e mosdijes. Gafleti mund të jetë edhe gjendje e dijes, mirëpo e dijes së pluhurosur, e dijes e cila është mbuluar nga një pluhur që realisht e ka humbur shkëlqimin e asaj vlere që ne mund ta kemi. Dhe vën namazet dhe nëpërmjet namazit ne e shkundim vlerën dhe ja largojmë do thotë pluhurin. Saktësisht nëpërmjet namazit dëbohet fenomeni i shkujdesjes dhe i përgjumjes në raportet e tona me Allahun subhanahu wa taala. Për këtë arsye do të kemi konsiderat një të vërtetë madhe përpara se ta kapim temën e sotme.
do thot gafleti, kjo gjendja e shkujdesjes, kjo gjendja e përgjumjes, kjo gjendja kur i harrojmë dhe i nxjerrim në harres domethënjet me të cilat ne duhet të jetojmë. Gafleti është rrezik permanent i fetarisë, është rrezik i përhershëm i fetarisë. Në kuptimin që është e vështirë të mendohet që vjen robi në një situatë atillë që nuk dihet më i rrezikuar nga gafleti. Sado që dëgjon, sado që motivohesh, sado që vjen një muaj i përkushtimit ose një situatë e përkushtimit e kështu me radhë. Megjithatë vijnë momentet e gafletit, e shkujdesjes, e përgjumjes, e harresës, zhytjes në për mendime dhe prioritetet të tjera, jo në ato në cilat do duhet të zhyteshim, dhe rrjedhimisht pastaj kemi prekje prej gafletit. Dhe Allah subhanahu wa taala e paralajmëron këtë situatë duke na kujtuar në Kur'an dhe ku thot, ju është ofruar njerëzve thot llogaria e tyre për veprat që bojnë. Afër, nuk e kanë shumë larg ditën e llogarisë, megjithatë thot njerëzit janë në gaflet, megjithatë njerëzit janë të pakujdesshëm, janë shmangur, nuk janë të përqendruar për ta kujtuar këtë realitet, realitetin e llogarisë, realitetin e daljes për Allah subhanahu wa taala dhe dhënjes llogarisë. Sigurisht Allah subhanahu wa taala e përshkruan në Kur'an si gjendja e njerëzve të humbur dhe si gjendja e njerëzve të cilët u ka dështuar projekti i jetës ku në këtë ngjarje dështimi ata tregojnë të pakujdesshëm ndaj, do thot, argumenteve të Allahut subhanahu wa taala dhe ndaj asaj që duhet të janë të vëmendshëm, thot Allah subhanahu. Me të vërtetë thot ata të cilët nuk shpresojnë që do të takohen me ne, saktësisht ata të cilët e kanë harruar ahiretin dhe nuk punojnë dhe nuk përgatiten për takimin me Allahun subhanahu wa taala dhe llogaridhënien përpara Allahut të Madhërisëm, dhe të cilët, thot Allah subhanahu wa taala, dhe të cilët janë të kënaqur me jetën e kësaj bote. Do thot lidhja e fuqishme me jetën e kësaj bote i ka bërë të pakujdesshëm ndaj ahiretit dhe janë të qetësuar në këtë botë në kuptimin që thjesht dëshirojnë dhe synojnë që të kenë mirë dhe të kenë rahat vetëm këtë jetë, dhe të tillët thot janë ata të cilët janë të pakujdesshëm ndaj argumenteve tona. Do thot janë në gaflet për kitazim me argumentet e tona, me paralajmërimet e tona e kështu. Ndaj porosia Allah subhanahu wa taala për robërit e vërtetë është pikërisht kjo që në një ajet kuranor ku thotë Allahu i Madhërisëm dhe ti në veten tënde përmende Zotin tënd. Përmendja është e kundërta e gafletit. Përmendja është e kundërta e gafletit, thotë. Përmende Zotin tënd me përulje dhe me droj, me frikë, dhe jo me zot lart. Dhe jo me zot lart. Përmende thotë në mëngjes dhe në mbrëmje dhe mos u bën i pakujdesshëm. Mos u bën gafil. Mos lejo që të biesh, do thotë, në ngjarjen e gafletit. Kështu që kjo është porosia e Allah subhanahu wa taala. Për të mos qenë gaflet, për të mos qenë në gaflet, për të mos qenë gafil, u duheshka të përmendet Allah subhanahu wa taala, të kemi për ulje përpara Allah subhanahu wa taala, të kemi frikë dhe të ulim zërat, dhe të jemi të qetë, të ulim zërat gjatë lutjeve dhe gjatë adhurimeve tona. Tash është këtu një diçka që kam dëshirë që bashkërisht ta marrim si mesazh për dëbimin e gafletit dhe rrjedhimisht për ta kuptuar pse sonte ky adhurim që do ta mësojmë është kaq bazik, kaq qendror në këtë kontekst. Do thotë, është një adhurim në fenë Allah subhanahu wa taala, është një lloj namazin, fenë Allah subhanahu wa taala, që pikërisht i ka këto cilësi që Allah po i përmend për dëbimin e gafletit. Është përmendja e Zotit, është për ulja, është droja edhe është ulja e zërit. Do thotë, është gjendje që kur e bëjmë ne këtë adhurim, kur adhurojmë Allahun subhanahu wa taala nëpërmjet këtij adhurimi, saktësisht jemi duke përmendur Allahun subhanahu wa taala, e shpërfaqim një lloj për ulje dhe nënshtimi përpara Allahut të Madhërisëm, sikundër që na shoqëron një droj, një frikë teksa e bëjmë këtë ibadet, po edhe e bëjmë me zë të ulur, nuk e bëjmë do thotë zëshëm, nuk e bëjmë do thotë ashtu siç mund të na ndëgjojnë do thotë turmat. Saktësisht fjala sonte me lenë Allah subhanahu wa taala është për adhurimin që e quajmë namazi i natës. Namazi i natës. Është për qëllim namazi vullnetar i natës. Namazi që fillon që kur përfundojnë obligimet e 5 kohëve dhe pastaj derisa nuk ka filluar obligimi i namazit të sabahut, domethënë namazit të yatsit, namazit të sabahut, është koha e natës ku realizohet namazi i natës, saktësisht namazi vullnetar që nuk është i kërkuar në mënyrë obligative, mirë po është i kërkuar me porosi, do thotë hyjnore dhe profetike, për të sforcuar fetarin, por për të sforcuar këto domethënie. Do thotë, e tham si domethënie që në fetari namazi e ka këtë objektiv, që të mbajë zgjuar vëmendjen e robit për Zotin e vet, si dhe të dëboj gafletin, si dhe të shmang tutje dhe
të përzë, do thotë, gafletin e robit. Në këtë kuptim, namazi që realizon këtë qëllim, më së shumti në vazhdën e adhurimeve vullnetare, është pikërisht, do thotë, namazi i natës. Kjo nga që koha e natës, aq më tepër e mesit të natës dhe e fundit të natës, është kohë e gafletit, është kohë e përgjumjes, është kohë e gjumit dhe pushimit, është kohë e qefeve, si dhe është koha që më së paku njerëzve mund të shkojnë në mendje të thotë të janë të përkushtuar në adhurim dhe Allah subhanahu wa taala. Ndaj përkushtimin dhe Allah subhanahu wa taala nëpërmjet këtij adhurimi si projekt duhet parë në përpjekje për të dëbuar, do thotë, gjendjen e përgjumjes, gjendjen e gafletit, gjendjen e shkujdesjes dhe mos interesimit për fitimet të mëdha tek Allahu subhanahu wa taala. Ndaj, sikur se shënon Abu Davudi, Shehrbani vlerëson se hadithi ose nga Abdullah ibn Amr, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse dikush prej jush falet natën, e fal namazin e natës, duke recituar vetëm 10 ajete, ai nuk do të regjistrohet në atë natë në mesin e gafilëve, në mesin e neglizhuesve, nuk do të regjistrohet në mesin atyre të cilët subah i vonë, në mesin atyre të cilët nuk e kishin mendjen fare tek premtimet e Allahu subhanahu wa taala. Do thotë piknisja është me 10 ajete. Pastaj thotë, nëse dikush falet natën dhe lexon 100 ajete, ai do të regjistrohet në mesin atyre që janë të bindur ndaj Allahut. Një regjistër i veçantë për njerëzit e bindur ndaj Allahut. Arrihet ky emër vetëm me 100 ajete. Dhe nëse dikush falet natën duke recituar 1000 vargje, 1000 ajete, ai do të regjistrohet në mesin atyre që marrin shpërblime të mëdha. Ky hadith i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam na jep një domethënie që realisht do thotë kisha pasur dëshirë të ishte edhe mesazhi i kësaj ligjërate. Fillimisht për të arritur ndaj tek shpërblimet e mëdha me 1000 ajete, ose për të arritur tek ky shpërblimi i mesëm, nëse kemi të drejta quajmë, që të jesh në regjistrin e njerëzve të bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Fillimisht duhet ta bësh hapin e parë. Që është dëbimi i gafletit. Dhe në këtë rast, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk po na tregon ku shkruhet ky njeri, ku regjistrohet ky njeri, nuk po na thot regjistrohet në këtë regjistër apo në atë regjistër, po na thot ku nuk regjistrohet. Saktësisht i bie që fitoria e parë është të mos regjistrohesh tek gafelët. Arritja e parë është që të mos regjistrohesh tek gafelët. Ta arrish betejën fillimisht këtu, që sonte të mos shkruhesh tek njerëzit e pakujdesshëm. Dhe kjo, sipas këtij hadithi, arrihet nëpërmjet, do thotë, faljes së namazit të natës, qoftë me 10 ajete. Dhe është porosi që kisha pasur dëshirë ta ndaj bashkë me ju, pikërisht që nga sonte e aq më tepër pasi që të motivohemi me hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ta kemi pjesë të jetës tonë që sado të janë rrethanat, sido që të janë situatat, të mos e prirojmë veten nga kjo mirësi e madhe për të mos u shkruar tek regjistri i gafeleve, duke falur vetëm, do thotë, të paktën 2 rekate namaz nate, në të cilat recitojmë të paktën 10 ajete, që janë, do thotë, të paktën 2 sura të shkurta nga, do thotë, nga surat e shkurta të Kuranit. Ndaj, për të arritur shkallët e larta, fillimisht duhet bërë hapin e parë. Shkalla e lartë me 1000 e me 100, që është, do thotë, shpërblimet e mëdha dhe të shkruarit, të regjistruarit në një regjistër të veçantë, pikërisht e ka fillimin tek dëbimi i gafletit. Me që është e tillë që të predispozon dhe të destinon për shkallët larta, pikërisht për këtë arsye ka vlerën e madhe namazit natës. Ndaj, e shohim Muslimin nga Abu Huraira, si dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thonë, namazi më i mirë pas namazit farz është namazi natës. Namazi më i mirë jo vetëm në shpërblim, po më i mirë edhe në këtë domethënie, në domethëniet e fryqëmërisë. Namazi i cili ka fryqëmëri të madhe, fryqëmëri që të bën tjetër kush pasi ta kesh falur. Namazi i cili të bën të ndrosh edhe të përmirësosh qasjen tënde, të bën që të kesh, do thotë, një rrugtim unik fetar, është, do thotë, namazi natës. Ndaj edhe e meriton një shpërblim unik, sikurse e ka shënuar Imam Taberaniu, Sheikh Albani vlerëson që hadithi është hasan, nga Abu Darda radhiyallahu anhu, si dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë kësaj. Po 3 njerëz i do Allahu subhanahu wa taala. I do Allahu i madhëshëm. Do thotë, për këta 3 njerëz është dashuria e Allahut, si dhe buzëqesh atyre dhe i përgëzon. Thot, i pari është ai që kur ushtria e tij thyhet, thot, ai vazhdon deri, thot, në flim. Pastaj Allahu thot, për këtë rob i cili ka kësaj lloj gatishmërie të sakrificës, thot, shikoni robin tim si duroi për mua dhe do thot me jetën e tij. Pastaj lloji i dytë
i njerëzve të mirë me të cilët Allahu subhanahu wa taala është aq i kënaqur sa i do, buzëqesh me ta dhe i përgëzon, thot ai që ka një bashkëshorte të mirë dhe një shtrat të butë të rehatshëm, por megjithatë ngrihet natën për të më përmendur mua. Thot Allahu subhanahu wa taala, ai që ngritet dhe lë shtratin e tij dhe komoditetin e tij që ta përmend Allahun subhanahu wa taala, do thotë natën, thot duke lënë pas dëshirën e tij, edhe pse ka mundur të vazhdoj gjumin e tij. Ai ka pasur fjala bie një ditë të mundëmshme të angazhimeve dhe të punës, por megjithatë natën që është rrethana kohore më e përshtatshme për të zhytur në një pushim dhe për të mos menduar fare për ndonjë përkushtim, pikërisht në këto momente i përkushtohet Allahu subhanahu wa taala. Dhe i treti thot ai që kur është në një udhtim me një grup njerëzish, me një grup shokësh, thot dhe pasi të gjithë flenë pas një nate të lodhshme, ai zgjohet në orët e fundit të natës për të më adhuruar mua në fshehtësi, në kushte të vështira. Pa më parasysh ku i ka zënë udha, pa më parasysh ku i ka zënë udhtimi, ai e ka pjesë dhe program të pashmangshëm të tij, që në disa momente të pjesëve të fundit të natës, ai të zgjohet të adhurojë Allahun subhanahu wa taala. Këta dy, lloji i dytë dhe lloji i tretë, ky i cili e lë shtratin në komoditetin e shtëpisë dhe ky i cili nuk pengohet nga mos komoditeti gjatë udhëtimit, që do thotë që të dy për të ngritur për ta falë namazin e natës, këta Allahu subhanahu wa taala i duaka, u buzëqeshka dhe i përgëzuaka. Nëse i kemi në konsiderat këto tre rezultate, dashuria Allahu subhanahu wa taala, buzëqeshja e tij dhe përgëzimet e tij, imagjinoni se si nëse e kemi një qasje më të thellë në raport me këtë rezultat, se ku mund ta radhisim pastaj në prioritetet e tona namazin e natës. Ku mund ta radhisim në hartën tonë të fetarisë pastaj namazin e natës. Ndaj ndoshta me fjalë, ndoshta deklarohemi bukur se sa e madhe do të ishte të kishim këto rezultate, dashurinë e Allahut subhanahu wa taala, buzëqeshjen e tij dhe do thotë përgëzimet e tij, mirë po kjo realisht arrihet vetëm duke e kuptuar që fillimisht duhet dëbuar gafleti. Fillimisht duhet të qahet perdja e gafletit dhe të shkundet pluhuri i gafletit. Saktësisht në moment që dëbohet gafleti dhe hapen dhe do thotë hapet zemra jonë do thotë për të garuar drejt shkallëve të tjera, jo do thotë me përgjumjen e gafilit, atëherë hapen horizontet për gjitha shtigjet e përkushtimit fetar. Dhe shënon Imam Tirmidhiu dhe vetë ai e vlerëson hadithin për Sahih nga Muadhi, se i Allah sallallahu alaihi wasallam i ka thënë kësaj Muadhit, a dëshiron që të udhëzoj drejt dyerve të sëmirës? Po tregoj diçka e cila është derë e shumë të mirave. Do thotë ka shumë vepra të cilat janë vepra të mira, mirë po ngelen vetëm në vetvete. Dhe ka vepra të mira të cilat janë vepra të mira, mirë po hapin edhe dyer e porta e horizontit për veprat e tjera. E pastaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam është përgjigjer kësaj. Ka thënë, agjerimi është mburoj. Agjerimi është mburoj, do thotë është mburoj nga zjarri dhe nga mëkatet. Do thotë janë gjithë ato dyer që ne donim t'i trokisnim për të shpëtuar nga një mëkat, për ta hequr një ves, për ta hequr një gabim, mirë po me lenin Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet agjerimit arrihet. Sigurisht gjithë ato rreziqe që na kanosen nga zjarmi i xhenemit, mirë po nëpërmjet agjerimit me lenin Allahu subhanahu wa taala arrin. Do thotë agjerimi është mburoj, është dyer, është një prej dyerve të sëmirës. E dyta thotë është lëmosha. Ku i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë lëmosha i shuan mëkatet ashtu sikurse uji e shuan zjarrin. Do thotë kemi gabuar, kemi një listë mëkatesh dhe ne duhet të lirohemi prej atyre mëkateve që të mos na kaploj hidhrimi Allahu subhanahu wa taala dhe ndëshkimi i tij. Dhe një prej formave është që ta fikim zjarrin, do thotë e mëkateve, do thotë të fikim mëkatet tona nëpërmjet do thotë lëmoshës, sepse lëmosha tregon sakrificë, tregon mos lidhje të zemrës me dynjan dhe lidhje të zemrës me Allahun subhanahu wa taala. E treta thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që është derë prej dyerve të sëmirës, që po e hape këtë derë, hapen shumë dyert të tjera, thotë është namazi i natës namazi i njeriut në mesin e natës. Namazi i njeriut në mesin e natës. Pastaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e lexoi ajetin kuranor ku Allah subhanahu wa taala i lavdron robërit e tij, ku thotë pjesët e trupit të tyre ngriten nga shtrati për t'u falur, i lutin Zotit tyre duke druajtur dhe duke shpresuar, dhe japin lëmosh nga ajo që u kemi dhënë ne, askush nuk e di se çfarë gëzime të fshehta janë për ta. Shpërblim për ata që kanë punuar. Shpërblim për ata që kanë punuar, që kanë prishur gjumin, që kanë prishur rahatin e tyre natën, askush nuk e di
çfarë gëzime të fshehta janë për ta. Do thotë, kjo që Allah subhanahu wa taala na tregon që askush nuk e di çfarë gëzime të fshehta, çfarë shpërblime të madhështore, çfarë pritje të mrekullueshme do të kenë këta njerëz. Sigurisht Allah subhanahu wa taala na paralajmëron që të rrimë me ndjenjen e pritjes së befasisë. Me po kjo ndjenjë dhe kjo pritje e befasisë duhet të kihet në konsiderat në bazë të dëbimit të gafletit. Kur e dëbon gafletin, kur e dëbon shkujdesjen, kur nuk je i shkujdesur, ndryshe e shet do thot premtimin e Allahut subhanahu wa taala. Aq më tepër ndryshe e shet lavdrimin e Allahut. Allahu subhanahu wa taala po i lavdron këta cilët e lën shtratin e tyre për të zgjuar, për të falur do thot namaz natë. Dhe veçantia dhe specifika tjetër e namazit të natës, përpos dëbimit të gafletit, është në diçka që është jashtëzakonisht do thot e rrallë, e veçantë, po edhe është unike për gjithkë i cili ka një përpjekje të mirëfillt fetare, e që është do thot ajo që e shënon Imam Tirmidhiu dhe vetë ai e vlerëson hadithin për sahih nga Amr ibn Abese se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Më afër që është Zoti me robin është në pjesën e fundit të natës." Prandaj nëse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam porosit, prandaj thot nëse mundesh të jesh prej atyre që e përmendin Allahun në atë moment, bëhu prej tyre. Bëhu prej tyre që të jesh sa më afër Allahu subhanahu wa taala. Nga që është momenti kur robi është më së afër me Zotin e tij, është momenti kur Zoti është më së afërmi me robën e tij. Kështu që bëhu prej tyre që të jesh sa më afër Allahu subhanahu wa taala. Kështu që namazi i natës përpos dëbimit të shkujdesjes e ka edhe garancionin për afërsinë e Allahut subhanahu wa taala. Sigurisht e shënon Imam Tirmidhiu dhe vlerëson për Hasan nga Abu Mame, si dua Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Përkushtojuni namazit të natës sepse ai është zakoni i njerëzve të mirë para jush." Përkushtojuni namazit të natës sepse ai është zakoni i njerëzve të mirë para jush. Do thotë nuk është diçka e re. Nuk është e një fetarie rishtazi. Është një fetarie dëshmuar ndër shekuj, ndër mileniume, ndër krejt proklamatat e profetëve. Përkushtojuni namazit të natës sepse ai është zakoni i njerëzve të mirë para jush. Ai është afrim me Zotin tuaj. Është afrim me Zotin tuaj. Pikërisht sigurisht hadithi më parshëm që është momenti më së afërmi me Zotin. Do të është afrim me Zotin tuaj dhe është lyrja e mëkateve dhe pengesë nga gjunat. Shlyerja e mëkateve dhe pengesë nga gjunat. Le të kemi në konsiderat disa pjesë të këtij hadithi. Zakoni i njerëzve të mirë. Dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith po na motivon duke na sjellur në kujtesë shembulltyrën e mëparshme. Shembulltyrën e trashëguar, do thotë gjenerat pas gjenerate i është trashëguar njerëzimit kjo vlerë. Kështu që është privim i madh nëse një vlerë fjalabie është me dhjetra mira vite dhe në cilën në këtë vlerë nuk e ka asnjë hise. Dhe Allah subhanahu wa taala kur na flet për popujt e mëparshëm në Kur'an na thotë si sa, ata që i druajnë Allahut me të vërtetë do të jenë në kopshte dhe në burime. Dhe ky premtim i Allah subhanahu wa taala për të qenë në kopshte dhe burime është për gjithë popujt. Është për gjithë popujt, do të thotë që të cilët janë përkushtuar Allahu subhanahu wa taala, dhe jo në veçanti për popujt e mëparshëm, jo në veçanti për popullin dhe umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thotë Allah subhanahu, kur tregon për zakonin e njerëzve të mirë, do ata që i druajnë Allahut me të vërtetë do të jenë në kopshte dhe burime. Duke marrë aty atë që u ka dhuruar Zoti i tyre, me që ata me të vërtetë, thotë besimtarët, më parë kanë qenë bamirës, kanë qenë njerëz të mirë, kanë qenë njerëz përkushtuar. E si e kanë përshkruar si e përshkruan Kurani këtë përkushtim të tyre, thotë ata kanë fjetur pak natën duke u lutur Zotit, po dhe në agim kërkonin falje. Ndaj e kemi një mundësi unike në këto net të Ramazanit që pikërisht të bëjmë bashkë të këto dy adhurime. Edhe të falemi natën, po edhe do thotë përpara agimit, do thotë përpara do thotë hyrjes së kohës namazit të sabat, saktësisht në kohën e syfyrit, të kërkojmë Allahu subhanahu wa taala falje. Kjo është karakteristike e njerëzve të devotshëm, është karakteristike e njerëzve të mirë, është zakoni i njerëzve të mirë që falen natën, kanë një pjesë në natës që falen dhe kur afron namazi i sabat, ata atkohë e ndajnë për të përkushtuar Allah subhanahu wa taala, do të thotë me kërkim falje. Allah sallallahu alaihi wasallam në hadithin që sapo e cituam, po e përmend që përkushtimi ndaj namazit të natës si rezultat përveç që do thotë që zakoni i njerëzve të mirë, që është afrim me Zotin, që është lyrë mëkate, po e përmend që është pengesë nga gjunat. Është pengesë nga gjunat. Dhe kjo është vërtetuar në një hadith tjetër që shënon Imam Ahmedi, që Albani vlerëson që hadithi është sahih, nga Abu Huraira, i Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, teksa ka ardhur dikush, saktësisht ka ardhur dikush dhe e ka pyetur dhe i ka treguar të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: "O i dërguar Allahut, filani dikush në atë shoqëri, thotë filani po falet natën, nuk është që nuk e ka këtë pjesë të përkushtimit. Thotë filani falet natën, por në mëngjes e bën një mëkat." Dhe përmend mëkatin. Thotë në mëngjes kur po zgjohet gjatë ditës, po përlyhet me një mëkat.
Pastaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka thënë, ajo që thua, do thotë ajo që po tregon që ai falet natën, thotë ajo që thua do ta ndaloj atë nga mëkati. Do ta ndaloj atë nga mëkati. Ndërkaq një transmetim tjetër ka namazi i tij do ta pengoj atë nga mëkati. Kështu që është një këshill që sidomos në Ramazan është e kërkuar të sforcohet. Është e rëndësishme që në këtë muaj gjithsesi prej nesh ta shfrytëzojmë si përpjekje dhe si mundësi që përmbrana një muaji të lirohemi nga ndonjë mëkat. Të lirohemi jo në kuptimin e faljes vetëm, po edhe në kuptimin e çlirimit ton nga lidhja me atë mëkat. Saktësisht, gjithsesi e ka një lidhje ose një prekje ose edhe ndonjë ves me ndonjë mëkat të caktuar, dhe duhet Ramazanët i kthejmë në projekte për të çliruar prej këtyre mëkateve. Saktësisht, fjala bie një mëkat, cilin ndoshta me të ardhur Ramazani e ndjen të domosdoshme që të distancohesh, po pastaj ndoshta pas Ramazanit mendon të rikthehesh. Kështu që do duhet të ishte një beslidhje me Allahun subhanahu wa taala që kur vjen Ramazani dhe i përkushtohemi Allahut subhanahu wa taala nëpërmjet adhurimit, dhe këtë rast nëpërmjet adhurimit të namazit të natës, të namazit të teravive, kështu me radhë, ta sforcojmë këtë vëmendje që kur të përfundoj Ramazani ne të jemi liruar nga ky mëkat dhe të mos kemi, do thotë, dëshirë për të. Sigurisht është këshill në kuadër të këtij hadithi që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam po tregon që kush ka namaz natë, ai namaz do ta pengojë nga mëkatet ose nga mëkati i caktuar. Është e rëndësishme që shpesh ndoshta prej diskutimeve të fetarëve të cilët janë udhëzuar rishtazi është fjala bie fiksimet rreth mëkatit. I kanë disa fiksime të kota për këtasi me disa mëkate. Dhe sikurse nuk arrin ose sikurse dështojnë ose sikur mendojnë që nuk e din saktë formulën se si të lirohen nga ai mëkat. Është e mirë që kushdo që ka një fiksim për këtasi me ndonjë mëkat caktuar, duke u bazuar në këtë hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që po thotë që namazi i natës është pengesë e mëkateve, sikurse në hadithin tjetër që po tregon i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam që namazi do ta pengojë robin nga mëkati, ta shtojë në listën dhe në prioritetet e tij pranin dhe faljen e namazit të natës pikërisht edhe me këtë synim, që nëpërmjet tij ai të fisnikërohet dhe të distancohet dhe të prej mëkateve. Një ashtu në hadith u përmend ajo që tha i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam që namazi i natës është afrim me Zotin. Është afrim me Zotin. Dhe këtë do të thënë, sikurse shënon Imam Buhariu Muslimi, i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam në një hadith na e shpjegon hadithi është e Abu Hurairës, na shpjegon atë pjesën më kulmore të kësaj afërsisë së Zotit, që është një afërsi prej bujari. Thotë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, thotë Zoti ynë i lartësuar zbret në qiellin e dynjas çdo natë kur ngelet 1/3 e fundit të saj. Do thotë në pjesën e fundit të natës, dhe thotë: kush më lutet mua që unë t'i përgjigjem? Kush më kërkon diçka që unë t'i jap? Kush kërkon falje nga unë që ta fal? Kjo është thirrje e përnatshme që Allah subhanahu wa taala, bujari fuqiplot, bujari absolut, bujari i pashembullt, i drejtohet kësaj krijesave të tij me një afërsi të kësaj natyre që është unike e pashembullt. Kush më lutet që unë t'i përgjigjem, kush më kërkon që unë t'i jap, kush kërkon falje nga unë që ta fal. A ka dikush që ka një lutje që unë t'ja pranoj lutjen? Kush është që e ka një kërkesë që unë t'ja realizoj kërkesën? Kush është që është duke kërkuar falje që unë ta fal atë? Kështu që kushdo që ka fat ta përmend Allahun subhanahu wa taala dhe ta adhurojë atë nëpërmjet namazit të natës në pjesën e tretë dhe të falet në atë kohë, të lutet në atë kohë, realisht ka fat që të merr shpërblimet më të mëdha. Cili është problemi më i madh për falsin e namazit të natës? Do thotë krejt këto që u përmendën, dashuria e Allahut subhanahu wa taala, do thotë buzëqeshja e Allahut subhanahu wa taala, përgëzimet e Allahut madhërisht, falja e mëkateve, afrimi me të fitimi i këtij epiteti të qenit në zakonin e njerëzve më të mirë. Po cili është rezultati final pasi që t'i arrijmë gjitha këto? Është shënuar nga Abu Davudi, që Albani vlerëson që hadithi është sahih nga Abdullah ibn Mesudi, se Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Zoti jon i madhruar çuditet me dy njerëz. Çuditet, habitet me dy njerëz. Dhe njëri prej tyre e ka përmendur pikërisht atë i cili e fal namazin e natës, thotë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kësaj. Thotë njëri prej tyre është ai që ngritet nga shtrati dhe mbulesa e tij, duke e lënë familjen dhe të dashurit e tij për t'u falur. E lë atë përditshmërinë e gjithë secilit në shtëpinë e tij, ku ndihet rahat, ku ndihet komod, ku ndihet më së i relaksuar për të pushuar.
thot e lë familjen e tij, të dashurit e tij dhe zgjohet për t'u falur. Allahu i lartësuar u thot melekëve të tij, pasi ky zgjohet dhe e lë shtratin dhe familjen dhe zgjohet për të falur namaz natë. Thot shikoni robin tim. Shikoni robin tim. Është një formë prej formave të mburrjes së Allahu subhanahu wa taala përpara engjëjve. Thot shikoni robin tim. Ai u ngrit nga shtrati dhe mbulesa e tij, duke lënë familjen dhe dashurit e tij që të falë namaz natë. Çfarë shtiu robin tim ta bënte këtë? Realisht, Zoti e di, mirë po është formë e komunikimit për shpërfaqur mburrjen dhe premtimin e tij përpara engjëjve. Çfarë shtiu robin tim ta bëj këtë? Keni vëmendjen kur e përmendëm në fillim të ligjëratës që namazi natës ka përmendje, ka frikë, ka droj, ka përulje dhe ka ulje të zërit. Është nata e qetë dhe njerëzit falen pa u marrë vesh. Dhe i përulen Allah subhanahu wa taala dhe i shoqon një frikë, i shoqon një droj dhe një shpresë tek Allah subhanahu wa taala. Melekët thonë kësaj, o Zoti ynë, thot çfarë shtiu? Thot nga shpresa për atë që është tek ti dhe nga frika për atë që është tek ti. Do thot shpresa për fituar xhenetin e Allahut dhe frika për të mos u dënuar, frika në mos po i prek dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Atëherë Allah azza wa jall thot kësaj. Unë ja dhash atij, do thot këtij robit i cili u zgjua natën për të falë namazet. Unë ja dhash atij atë që shpresonte dhe e sigurova nga ajo që ai friksoi. Do thot Allahu subhanahu wa taala i premton xhenetin atij i cili e fal namazin e natës dhe i premton shpëtimin prej zjarmit të xhenemit atij që e fal namazin e natës. Çka shpreson robi i vërtet? Shpreson xhenetin. Çka friksohet në të vërtet? Friksohet prej xhenemit. Kështu që xhenetin Allahu subhanahu wa taala po ja premton atij i cili e lë shtratin e tij dhe pak çaste, pak momente i ndon për ta falur namazin e natës. Saktësisht xhenetin po se pa. Mirë po me shpërblime shumë të veçanta. Me shpërblime shumë të veçanta. Sigur se shënon Imam Tirmidhiu e vlerëson për Hasan nga Aliu se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thonë, me të vërtetë në xhenet ka dhoma. Pjesa jashtme të cilave shihet nga brenda dhe brendësia të cilave shihet nga jashtë. Një përshkrim mahnetës. Por të pa nga brenda dhe nga jashtë do thotë parajsën dhe dhomat parajsore. Një beduin u ngrit dhe i tha të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, për kë janë ato i dërguari Allahut? Për kë ka bërë gati këto dhoma? Për kë ka bërë këtë shpërblim të veçantë? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, për ata që flasin mirë, për ata të cilët realisht karakterizohen si njerëz të mirë në të folur, janë kujdesshëm çfarë flasin. Thot për ata që flasin mirë, ushqejnë të tjerët, do thot janë bujar. Thot agjerojnë rregullisht. Dhe urojt jemi të gjithë në këto veti që po i përmend Allahu sallallahu alaihi wasallam. Thot dhe pastaj namazin për Allahun e bëjnë gjatë natës gjersa të tjerët flejnë. Namazin për Allahun e bëjnë gjatë natës gjersa të tjerët flejnë. Gjersa të tjerët nuk e kanë mendjen që të marrin diçka për këtyre shpërblimeve të Allahut, ai ka gjetur natën për të garuar dhe për të përpjekur për ta fituar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është thjesht një përmbledhje e shkurtër e prezantimit të vlerës së namazit të natës, në mënyrë që në ligjëratat e mëtejshme ta kuptojmë më të qartë edhe më të kristalt arsyen e përkushtimit të parëve tonë të mirë. Pse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, se popujt e mëparshëm, se profetët, pse të parët tonë të mirë dhe robërit e veçuar dhe dalluar të Allahu subhanahu wa taala e kanë këtë zakon të veçantë të përkushtimit në namaz natë, pikërisht ka bëj me këto vlera dhe me këto arsye që sapo përmendëm. Një këshill për fund, me që jemi në Ramazan dhe na ka begatuar Allahu subhanahu wa taala me faljen namazit të teravisë, saktësisht me xhamiat që do thotë shkëlqejnë me namazin e teravis, është një këshill që besoj është e rëndësishme për të nënvizuar dhe për të jetësuar. Ajo është që të falen namazi i teravis, të falet në tërësi derisa të përfundoj imami do thotë namazin e teravive. Të mos të ketë shkëputje dhe të mos ketë ndërprerje. Për arsye të shpërblimit të madh që ka ardhur në hadith për atë i cili falet me imamin derisa ai e përfundon do thotë namazin e teravive, saktësisht namazin e natës që bëhet domethënë në kuadër të do thotë xhamatit në xhamit e tona. Saktësisht e shënoi Imam Tirmidhiu që Albani vlerëson hadithin e nga Abu Dharr, si do Allah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur një burr fal me imamin, kur një burr falet me imamin derisa imami të përfundojë namazin e natës, sikur që është thot namazi i teravive, thot do t'i shkruhet atij, nëse ai nuk largohet para imamit, nëse rri deri në momentet që imami përfundon namazin e natës, kur një burr falet me imamin derisa imami të përfundojë namazin e natës, do t'i shkruhet atij sikurse të jetë falur tër natën.
do t'i shkruat atij sikurse të jetë falur të natën. Fjala bie, jemi të edukuar dhe të kujdesshëm dhe të përkushtuar që të falim me fjala bie 40 minuta ose 1 orë ose 1 orë 20 minuta në xhamitë tonë ose 1 orë gjysmë ose më shumë ose më pak sa zgjat namazi i teravive dhe nuk dalim më herët, nuk i ndërpresim më herët, e kemi këtë premtim nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam që ta marrim shpërblimin e gjithë atyre orëve të natës, sa e gjatë është nata në këtë muaj, që gjithë ato orë të na shkruhen sikur se jemi duke u falur, shkaku që jemi falur derisa imami ka përfunduar. Në ligjatat e mëtejshme, inshallah do të ndalim tek shembulltyrat që kanë bëjmë me namazin e natës. Elos Allah subhanahu wa taala që të na dashuroj këtë adhurim, të na bëjë të përkushtuar në këtë adhurim dhe ta bëjë një prej shumë arsyeve të faqebarësisë son në ditën e gjykimit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.